më shumë përkrahen ata që shkojnë në Moskë, sesa ne që jemi 100% në përputhje me politikat e BE-s. Republika e Kosovës, shtet e cila është e linjëzuar 100% me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s, akoma është në masa të padrejtë, një proces totalisht të padrejtë, i cili do duhej të përfundonte moti. Edhe një herë jemi këtu në samitin e 6 të Komunitetit Politik Evropian, një organizat e cila përveç shteteve të BE-s bën bashkë sipas parimit të barazisë edhe shtetet të cilat aspirojnë antarësimin, siç është Republika e Kosovës. Ne kemi marrë pjesë në të gjitha samitet që nga fillimi, e veçanta është që kësaj radhe mohat pikërisht në rajonin tonë dhe në Tiranë, prandaj edhe shpresoj që do të ketë fokus pak më të madh në atë se si mund të ndihmohet rajoni ynë drejt BE-s. Nuk është që kam shpresa të mëdha, sepse zakonisht ka shumë fjalë të bukura, mirë po realiteti është që Republika e Kosovës, shtet e cila është e linjëzuar 100% me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s, akoma është në masa të padrejta, përkundër faktit që edhe vetë BE-ja nëpërmjet përfaqësuesit të lartë Borrell në qershor të vitit kaluar ka konstatuar që Kosova i ka plotësuar të gjitha kërkesat, të gjitha kriteret e kërkuara për heqje të masave, por për fat të keq për disa arsyetime politike të disa shteteve anëtare, ato janë akoma në fuqi, duke dëmtuar kështu rrugën evropiane të Kosovës, duke dëmtuar interesat e qytetarëve tonë pa dallim dhe po ashtu edhe duke dëmtuar edhe vetë kredibilitetin e Bashkimit Evropian. Megjithatë jemi këtu për të ngritur zërin për Kosovën evropiane, për Kosovën e cila patjetër nuk shiqon rrugë tjetër dhe alternativë tjetër pos Bashkimit Evropian, me shpresën që do të rritet mirëkuptimi në mesin e shteteve anëtare dhe të hiqen pengesat e fundit. Ju keni pas takime mbrëma, keni marrë ndonjë garancë se këto masa do të hiqen së shpejti për shkak se ne kemi parë lider të caktuar të institucionet Bashkimit Evropian që kanë premtuar heqjen ose kanë thënë se do duhet janë të padrejta, shqyrkohe, por në anën tjetër ju a mund na konfirmoni që mbrëm takimet që keni pasur bilaterale ju keni marrë qoftë edhe një lloj garancie se së shpejti ato do të konsiderohen të hiqen? Mbrëm nuk ka pas takime bilaterale, mbrëm ka pas një darkë të organizuar nga presidenti i Këshillit Evropian, presidentja e Komisionit Evropian dhe përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas me liderët e Bashkimit Evropian. Ka qenë një darkë e përbashkët, por gjatë darkës në prezencë të të gjithëve, unë kam ngritur çështjen e masave sepse flitej për ndërtimin e besimit në raport me BE-n, megjithatë më shumë përkrahen ata që shkojnë në Moskë, sesa ne që jemi 100% në përputhje me politikat e BE-s. Nuk është se ndonjëri nga liderët e BE-s ka diçka konkrete që i kërkon Kosovës, sepse edhe ato që janë kërkuar janë plotësuar, sa i përket heqjes së masave, mirë po zakonisht arsyetohen me faktin se ka 2-3 shtete anëtare që e bllokojnë këtë. Kur unë flas me ato 2-3 shtete anëtare që përmenden, ato mua më thonë nuk jemi ne që po e bllokojnë, por janë shtetet më të mëdha. Kështu që është pak një farë lloj gjuajtje faje dhe arsyetimi i panevojshëm për një proces totalisht të padrejtë, i cili do duhej të përfundonte moti. Presidenti, a pritet ndodhë sot një takim me presidentin Vučić në margjinat e këtij samiti, a e përjashtoni një takim të tillë dhe Gjonja Kallas tha që do të vijë në Prishtinë javën e ardhshme, a presni një progres në proces të dialogut me Serbinë? Jo, nuk kemi planifikuar asnjë takim me Vučićin, sepse këtu nuk bëhet diskutimi me Serbinë, bëhet në Bruksel dhe ky është forum multilateral, siç e dini, ku marrin pjesë më shumë se 40 shtete evropiane. Megjithatë, këtu diskutojmë me shtete të tjera, me partnerët tanë dhe do të kem takime bilaterale me disa prej shteteve anëtare, sidomos disa që nuk i kam takuar moti ose si kam takuar asnjëherë, sepse ka lider të ri që janë zgjedhur në krye të disa shteteve dhe kryesisht aty është fokusi sot, sepse me shumicën ndërmuese të liderëve po më bjen të takohem thuajse çdo javë, nganjëherë edhe më shpesh, por fokusi është që të shtyjmë përpara interesin e Republikës së Kosovës. Po përfaqësuesja Kallas do të vinë në Kosovë javën që vjen, fatkeqësisht unë do të jem në një vizitë shtetërore jashtë Kosovës, që është edhe arsyeja pse kemi lënë që të takohem me të sot, që të diskutojmë ato që kemi pasur të diskutojmë në Prishtinë dhe do të jetë një takim i rëndësishëm sepse ndër të tjera do të diskutojmë edhe se cilat janë qëndrimet e Republikës së Kosovës në përgjithësi për rrugën tonë evropiane, por edhe për procesin e dialogut. Gjonja Kallas flet për një plan të ri të dialogut Kosovë-Serbi. A din Kosova çfarë plani bëhet javë edhe çush ka më shku përpara që ky proces të faktë në qershor, a mundet me ndodhi një takim?
Sa i përket planit, siç e dini tani pas emërimit të zonjës Kallas në vend të zotit Borrell dhe pas emërimit të zotit Sorensen në vend të zotit Lajçak, është krejtësisht e pritshme që ky ekip i ri të ketë edhe plan të ri, të ketë ide të reja se si të shtyhet përpara procesi dialogut. Mirë po ajo është në hartim e sipër, është në përpilim e sipër dhe ende nuk i është prezantuar palëve të dialogut. Në qoftë se do ta prezantoj zonja Kallas sot apo jo në takimin që e kam me të nuk mund të paragjykoj. Mirë po në qoftë se e prezantohet, natyrisht që Kosova do t'i ketë komentet dhe idetë dhe propozimet e veta.